Laqirat pakvale dikavne emisjako gjithipetu menca ano ekranja e televizjako syri. Araklova njek nevi tema vaši emisja gjithipetu menca, koja uladam të treterina vaši tema estas Laripaski. Budriver ani Kosova numa ini ani lumja vakerdilo vaš o mahatnipe e vaksinipasko ko komunitetja romashkalinja egipćanja. Numai ano agor e masekesko aprili dendili ini o kurko vaš o vakcinipe, ka jekbaro fokusi dendilo ini kod haricune komunitetja rom ashkalinja egipćanja ani saj Kosova, numai o aktivitetja na achile ini te ini ani Gjakovaci komuna. Numai sersar si situacija e vakcinipaski ko komunitetja rom ashkalinja te egipćanja ani amari Gjakovaci komuna, sa vesiol problemja akale komunitetjengo vašo vakcinipe, taj siamen vajna lače suksestorije kotar o kala komunitetja vaš o vakcinipe, ka vakera anja kaja debata ani studio kote siamen vi musafiri ano studio. Numai vašo sebepi ka e o musafiri na penjarol taj vakeroli romani qip, amini misja ka pirava pe albajuni qip, taj ano agor ka kera e krezimea se so vakerdilo e musafiresa ano studio. Balkan Sunflowers i financuar nga UNICEF dhe Lux Development Aid, është duke implementuar një projekt për me ngrit vetëdijsimin e familjeve për rëndësinë e imunizimit, edhe njëkohësisht edhe me imunizu fëmijët së bashku me institucionet shëndetësore. Që ka bo Balkan Sunflowers është që ka bo hulumtim në 6 komunat të Kosovës dhe jënë vizitu rreth 2200 familje nga këto 3 komunitete dhe ka dalë që dikon rreth 1229 fëmijë janë në moshën 7 vjeçare, që bjen dikon 58% e fëmijëve. Prej këtyre 1229 fëmijëve del që dikon 700 fëmijë nuk janë imunizue fare në disa prej vaksinave që janë obligative, që bjen dikun 35% e fëmijëve. Kjo fushat ka për qëllim që të gjithë këta fëmijë cilët nuk kanë ndjekur vaksinimin e rregull të vaksinohen dhe të kompletojnë programin e vaksinimit ashtu siç është do të rekomanduar. Nëse fëmija i merr këto vaksina në 6 vitet e para, është mundësia shumë e madhe që me pas një jetë mirë dhe të shëndeshme në jetën e tij ose të saj. Vaksinimi i rregullt të fëmijëve është mënyra më e mirë për ndalimit të sëmundjeve. Përveç vaksinimit, ushqyeshmëria e mirë, shëndeti i mirë, mbrojtja e fëmijëve, edukimi në fëmijërinë e hershme janë disa nga fushat më të rëndësishme të zhvillimit të fëmijëve gjatë viteve të para të jetës. Prandaj, 6 vitet e para nisën mbara. Java botërore e imunizimit në Kosovë synon që përmes aktiviteteve të organizuara të rris vetëdijsimin për imunizim, e rrjedhimisht edhe përmirësimin e statusit shëndetësor të fëmijëve në Kosovë, që është prioritet kryesor i institucioneve dhe organizatave shëndetësore, me qëllim që të parandalohet rishfaqja e sëmundjeve ngjitse të cilat shkaktojnë paaftësi dhe vdekje, dhe për të siguruar që të gjithë fëmijët të kenë një mundësi të barabartë për një të ardhme të shëndosh. Sipas organizatës UNICEF, java botërore e imunizimit, e cila shënohet nga 24 deri me 30 prill, synon të promovoj përdorimin e vakcinave për të mbrojtur njerëzit e të gjithë moshave kundër sëmundjeve. Java përqendrohet në nevojën për të arritur ndërgjegjësimin e hartuesve të politikave, profesionistëve të shëndetit, prindërve dhe kujdestarëve, si dhe popullatës më të gjerë për rëndësinë e imunizimit në mbrojtjen e fëmijëve nga sëmundja parandaluese. Në Kosovë, sipas analizës Mix6, 73% e fëmijëve të moshës 24 deri në 35 muajsh janë të imunizuar plotësisht. Megjithatë, mbulimi i imunizimit mbetet shumë më i ulët në mesin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, ku më pak se 1/3 e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian të grup moshës 24 deri në 35 muajsh janë plotësisht të imunizuar, apo vetëm 38%. Konsiderohet se një nga arsyet për mbulimin e ulët të imunizimit është edhe pasoja e mungesës së njohurive apo informacionit mbi rëndësinë e vaksinimit.
E pikrisht në lidhje me këtë temë, ne sot kemi veçuar që në kuadër të emisionit Gjivdipet Umenca ta trajtojmë tematiken e rëndësisë së imunizimit tek fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në komunën tonë të Gjakovës. E për të cilën tematik në studio kam të ftuar zotrin Berat Thoqi, drejtori i organizatës Bethany Christian Services, një organizatë e cila ndër vite ka punuar në imunizimin e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali egjiptian. Me ne sot në studio do duhej të ishin edhe ekipa e imunizimit në komunën e Gjakovës, mirë po për shkak të aksioneve për imunizimin me vakcinën COVID-19, ekipa nuk ka mund të jetë sot të pranishëm në studio. Atëherë zotri Thoqi, faleminderit shumë për prezencën tuaj dhe për të debatuar një tematik mjaft të rëndësishëm që ka të bëjë me imunizimin. Faleminderit, mirë se gjetë dhe përgëzej për këtë temë të emisionit, temë me një rëndësi shumë të madhe, ashtu sikur edhe vetë theksuat, jo vetëm për komunitetin rom ashkali egjiptian, por në përgjithësi për tërë popullatën, gjë për të cilën ndoshta më së miri do ta në aspektin profesional do ta dëshmonin edhe vetë profesionistët e fushës, por pajtohu me ty kur thua në veçantim për komunitetin rom ashkali dhe egjiptian, pasi që jo vetëm statistikat e mix, po edhe statistikat të dolura normal, që vetë mixi realizohet në teren, po nga përvoja jonë, desha të thëmë si organizat, vetëm mund të dëshmojmë edhe njëherë faktin e atyre statistikave të cilat tregojnë një gjendje shumë jo të mirë kësaj përket aspektet të vaksinimit, në veçanti fëmijëve tash, të grup moshave të ndryshme, kur bëhet fjalë për imunizimin e rregullt, apo siç ne e theksojmë vaksinimin sipas kalendarit të vaksinimit të miratuar nga Instituti Kombëtar i Shërbimit Publik. Zotri Thoqi, e pam edhe nga spoti që e hapi edhe këtë debat tonë të sotëm në kuadër të emisionit tonë, që UNICEF-i në Kosovë ka pas një kampanjë goxha të madhe sa i përket ndërgjegjësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom ashkali egjiptian mbi rëndësinë e vaksinimit. Ju si organizat keni qenë partner të UNICEF-it për komunën tonë të Gjakovës. Si ka rrjedh aktivitetet dhe pse 6 vite të para nisën bara? Pse kjo moto? Është vërtet. Realisht nëse i referohemi partneritetit tonë me UNICEF-in në fushën e vaksinimit, tash po them, kjo kampanjë, sepse ne jemi pjesë e kampanjës realisht në kuadër të vaksinimit, ne mundohemi që ta mobilizojmë komunitetin me forma nga më të ndryshmet, jo vetëm në ngritjen e vetdijes, por njëkohësisht edhe të flasim për rëndësinë e vaksinimit në komunitet, si dhe njëherë të ofrojmë mundësi deri te ato mobile, kur bëhet fjalë që do të thotë të shkojmë me ekipet mobile të vaksinimit deri brenda në komunitet, deri më sot nuk kemi për shkak situatës së shkaktuar nga Covid, kemi qenë në një farmase pak a shumë, nuk kemi arrit shtëpi për shtëpi të shkojmë, por pas vullnetarëve tonë që kanë bërë kampanjën shtëpi për shtëpi duke informuar dhe duke i ftuar prindërit, ndërkaq me ekipet mobile të vaksinimit pretendojmë që të jetë hapi rrodhës në fazën tjetër të projektit. Ndërkaq sa i përket aspektit të fushës vaksinimit, është vërtet që nga viti 2010 ne funksionojmë, apo më mirë them, vazhdojmë të bëjmë kampanja me një pauzë diku të vitit 2015-2018, por që edhe këtë periudhë kur ne nuk kemi qenë të angazhuar, kjo është realizuar përmes qendrës vaksinimit, pra qendrës mjekësisë familjare në Gjakovë, dhe roli jonë ka qenë më tepër informativ brenda kësaj periudhe në kohën kur kanë ardhur në lokacionin ku ne kemi qenë prezent si organizat. Përndryshe 2010, 2015 dhe 2021, 2020-2021, ne kemi qenë thuajse në çdo hap, në çdo moment me ekipet e vaksinimit, në plasimin e informacionit komunitet, ngritjen e vetdijes, informacionin komunitetit lidhur me rolin e vaksinimit dhe me mundësinë e ofruar shumë një aspekt shumë të lehtë dhe shumë të ofert për secilin familje dhe secilin fëmijë, qoftë duke shfrytzuar qendrat e vaksinimit brenda në afërsitë lokaliteteve. Nuk kemi përjashtimisht kemi shfrytzuar në disa lokalitete dhe shkollat, për çka jam shumë falënderues ndaj disa drejtorëve të shkollave ku ne kemi shfrytzuar ato shkolla, për arsye se situata me Covid ka bërë që të shkaktojmë pak a shumë edhe nuk ka qenë lehtë edhe për shkollat na miratojnë një gjë të tillë, po unë jam falënderues sepse kanë kuptuar rolin për
bëhet fjalë kur ne arrim ta vaksinojmë një fëmijë, sot do të thotë vaksinimi rregullt për një fëmijë, sot do të thotë për shëndetin e tij, sot do të thotë për mirëqenien e tij në të ardhmen, sepse mendja e shëndosh në trupin e shëndosh gjithmonë vazhdon të jetë aktuale dhe kjo bën që në përgjithësi neve si organizat na bëj pjesë të vazhdueshme jo vetëm të kampanjave, po edhe këtyre aksioneve që po shpresojmë këto shifra të cilat ju i cekët për një kohë sa më të shkurt vijmë me një rezultat dhe me statistika shumë të mira për këta fëmijë. Kur jemi të kampanja berat dhe të aktivitetet të cilat i keni realizuar për të ngritur ndërgjegjësimin mbi çështjen e rëndësisë së imunizimit, ju gjithsesi jeni takuar edhe me familjar, pse ende dhe me sot kemi mungesë të vaksinimit tek pjesëtarë të komuniteteve roma shkali egjiptian, cilat janë ato arsyet të cilat prindët i deklaronin sa i përket mos vaksinimit në kohë? Tash po lidhem me pyetjen parapraka që ma bot 6 vitet e para nisëm bora. Jo vetëm në aspektin e shëndetit, po qoftë aspekti edukativ, qoftë aspekti mirëqenies sociale, qoftë aspekti zhvillimit në fëmijërinë e hershme, të cilin ne kemi si pjesë ose shtyllë 2 të programit cilin ne e zbatojmë. Këtë informacion të përgjithshëm, ne mundohemi ta bartim drejt për drejtë në familje përmes kampanjës tonë, për ta ngritur vetdijen tek prindërit, për t'i treguar dhe për të demonstruar tek ata në mënyrë sa më konkrete pse është e rëndësishme të ketë vëmendje të shtuar dhe kujdes të veçantë për fëmijët në brenda kësaj grup moshe. Këto që na, ashtu siç e thash, e bëjmë apo e realizojmë me prindër, nuk është pse ne shkojmë si organizata dhe e bartim një poster, një mesazh ose diçka tjetër, por ne mundohemi të marrim edhe profesionistë të fushës me vete me qëllim që ta tregojnë secilin e kondin e vet se çfarë do të thotë shëndeti i fëmijës në këtë moshë, çfarë do të thotë mirëqenia e fëmijës, çfarë do të thotë ushqyeshmëria e rregullt, çfarë do të thotë edukimi sipas moshës në për cilën ai fëmijë kalon, çfarë do të thotë kushtet sociale dhe ekonomike dhe njëkohësisht duke bërë informacionin nga tereni tash në publik, ne mundohemi që pak a shumë të ngrisim vetdije edhe tek institucionet vendore me qëllim që ta kuptojnë rolin e kësaj kategorie të fëmijëve ku intervenohet, sepse këta fëmijë janë e ardhmja. Dhe nëse këtë ardhme ne sot e anashkalojmë, atëherë ne kemi anashkalu të ardhmen e mirë të këtij vendi. Prandaj nuk është për të çuditë me çfarë do lloj pasoje që ne shpesh e hasim në shoqëri, qoftë me ngjecjen e mësimit, qoftë me teste të cilat shpesh dalin shumë negative kur bëhet në aspektin e edukimit. Kjo nuk është vetëm mungesë e problemeve të cilat ndërlidhen me shkollimin formal pastaj, po njëra prej tyre është edhe mos kujdesi në këtë moshë të fëmijëve, sepse shumë ngjecje në gjitha këto fusha ne fillojmë t'i vërim tek mas 7 vite. E ndoshta kemi mund t'i bim ose ta parandalojmë në një moshë shumë atashme. Edhe këto biseda ne vazhdojmë t'i diskutojmë me prindër, do të thotë nuk shkojmë vetëm ta marrim atë informacionin se ai ket vaksinuar, si ket vaksinuar, pse se keni vaksinuar, ne dimë rrethonat e mos vaksinimit, po lidhëm tash gjithashtu edhe me pyetjen tuaj, pse ndodh kjo në komunitet, janë shkaqet nga më të ndryshme që mas miri paraqiten nuk jo pse ne i themi nga tereni, po këto janë dëshmuar me shumë raporte deri më sot nga të bëra qoftë nga institucionet vendore apo edhe ndërkombëtare që komuniteti rom mashkali egjiptian vazhdon të ballafaqohet me sfida të cilat mendojnë për shekullin 21 do duhet ishin të tejkalueshme. Nëse ne themi që ende ka lokalitete ku uji i pijes ende është në mungesë, e flasim ose një infrastrukturë rrugore apo mungesë e një kopshti për fëmijë brenda këtyre komuniteteve, që mos të futëm tash te mungesa e ushqimit, mungesa e punësimit, të trive dhe të grup moshave të cilët janë të gatshëm për punësim. E kuptoj që mund të reflektojnë popullata shumicë, situata gjendjes popullatës shumicë edhe te ato pakic, po ne duhet ta themi, ne po i referohemi situatës në komunitet, e cila edhe njëkohësisht është shkaktore që mosvëmendja ndaj çështjeve etike që kanë të bëjnë me jetën e fëmijëve mund të mos e ketë vëmendjen e duhur, qoftë nga prindi, qoftë nga rrethi ku jeton, qoftë edhe nga shoqëria. Dhe këto me do mos së pastaj do të reflektojnë në të ardhmen, gjë që po dëshmohet, edhe pse e shfrytëzoj rastin ti falenderoj shumë nga prindërit, cilët jo vetëm ju kanë përgjigj ftesës për vaksinim, jo vetëm na kanë ndihmuar që ta përhapim thjesht ta realizojmë kampanjën në mënyrë
sa më të mirë dhe sa më të ketë impakt sa më të madh tek secili prind që ka qenë në mëdyshje, sepse ne mund të diskutojmë cilat mundin me qenë ato probleme, po ne prapë konsiderojmë që nuk qëndron problemi vetëm te vetdia. Problemi i vetdijes ndërlidhet me shumë shkaktor cilët i paraprin asaj vetdije. Por ajo që do të kisha ashtu në fund do të thotë krahas falënderimit që bëj, falenderoj edhe ekipet e vaksinimit që kanë ardhur nga qendra vaksinimit në Gjakov. Nga kjo që ne kemi po deri më sot, të paktën këtë 6 muajshin e fundit që ne kemi zbatu, neve na nevojitet një koordinim edhe një herë i mirë fillt, duke filluar nga Instituti i Shëndetit Publik, sepse problemi nuk qëndron vetëm në komunën e Gjakovës, problemi me mos vaksinimin e rregullt të fëmijëve është në tërë Kosovën. Ne duhet ta kemi një strategji, një plan konkret se si të futemi te secila familje dhe ta kemi konkretisht arsyeën pse nuk dojnë ta vaksinojnë fëmijët. Kur jemi tek ekipet e vaksinimit dhe ndoshta lehtësimin e imunizimit të fëmijëve të komuniteteve Roma Shkali Egjiptian, ju bashkëpunim edhe me ekipin e vaksinimit keni vizituar pothuajse derë në derë për të vaksinuar fëmijët e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian, e ekipi i diskut informativ të TV-syrit ju ka përcjell në një prej aktiviteteve. Ta shohim kroniken dhe pastaj kthehemi përsëri në studio. Një ndër projektet e UNICEF në Kosovë është që të mundësohet vaksinimi i të gjithë fëmijëve nga 0 deri 18 vjeç me theks të veçantë të fëmijët të komuniteteve pakic. Për këtë qëllim, UNICEF po bashkëpunon me Bethany Christian Services dhe Drejtorinë e Shëndetësisë për të siguruar që asnjë fëmijë të mos mbetet pa u vaksinuar. Drejtorisha e Shëndetësisë në komunën e Gjakovës theksoi se obligimi i kësaj drejtorie është që të sigurojë të gjitha dozat e nevojshme të vaksinave. Kontributi jon ka qenë sigurimi i vaksinave në vazhdimsi për këta fëmijë prej moshës 0 deri në 18 vjet, pa dallim moshe, gjinie dhe të tjerë. Edhe një herë të falenderoj edhe UNICEF-in për këtë mbështetje në këtë projekt, një herë edhe punëtorë shëndetësor të cilët na gjenden në çdo kohë nga dishmëri dhe pa asnjë hezitim. Një herë të këtu fëmijëve prej moshës 0 deri në 6 i kanë gëzuar dhe me kanë një dhuratë me pako higjienike. Drejtori i UNICEF potencon se 6 nga 10 fëmijë në Kosovë nuk vaksinohen me rregull, prandaj ata kanë filluar këtë projekt në mënyrë që të gjithë fëmijët ta kryejnë këtë procedurë përkatësisht moshës së tyre. UNICEF është i përkushtuar që të zbatojë të gjitha të drejtat e fëmijëve. Qëllimi jonë është që të sigurojmë vaksina për çdo fëmijë në mënyrë që të gjithë të gëzojnë shëndet të plotë. Aksionin e vaksinimit të cilë është realizuar në bashkëpunim edhe me ekipet e vaksinimit, Drejtorinë për Shëndetësi dhe organizatën UNICEF që ka mbështet këtë aktivitet dhe këtë kampanjë. Krahas pjesës parë që diskutuam pak për sfidat, për problematiken e vaksinimit në komunën e Gjakovës, të ndalemi pak të sukseset cilat ishin të dalurat nga kjo kampanjë, sa fëmijë kanë arritur që të vaksinohen duke respektuar kalendarin e imunizimit që është nga Instituti i Shëndetit Publik. Kështu të shama, me që kjo fazë e projektit ka zgjatë 6 muaj, në 3 muajshin e parë, ne kryesisht me vullnetar që kemi pas në teren, vetëm mos ta lo pa cek se projekti është zbatuar në 2 komuna, komunën e Dragashit edhe komunën e Gjakovës. Dhe ne kemi pas të angazhuar 10 vullnetar, 3 kanë qenë në Dragash dhe 7 në Gjakov. Sepse e njëjta problematikë ngjashme ka ndodhur edhe me komunën, do të thotë është identifiku, ta cekim një gjë,
pse ka ardhur mas pari te kjo rritje e numrit të fëmijëve të pavaksinuar, sidomos në veçantë vitin e kaluar. Është vetë shkaktori i pandemia Covid. Ka bërë që në fazën e 3 muajshme në parë të paraqitjes virusit ose pandemisë, ndodhet që të mbyllen institucionet, të mbyllet popullata, edhe mos ketë qasje post në rastet emergjente, qysh e dim gjithë në për cilën fazë kemi kalu. Shtoja kësaj edhe 3 muaj tjerë, cilët vetëm e kanë kalu afatin e vaksinimit, do të thotë ne e pam që brenda 6 muajve u kumbullu krahas fëmijëve të cilët nuk kanë qenë, u shtu edhe një grup i madh i fëmijëve të cilët menjëherë me UNICEF-in e pam që ka rëndësi të madhe të futemi menjëherë në një program i cili do ta zbut këtë situatë. Edhe këtu ka qenë arsyeja pse nga programi për zhvillimin e fëmijërinë e hershme kemi dalë edhe me këtë çështjen e shëndetësisë. Po vaksinimit fëmijëve. Dhe menjëherë kemi angazhuar vullnetar që do dalin edhe ta bëjnë identifikimin e fëmijëve të pavaksinuar në lokalitetet të banuar nga komunitetet Romashkali dhe Egjiptian. Përfshi këtu edhe Dragoshën në përfshatra. Dhe nga statistikat e para kur në erdhën nga tereni, them drejtën kemi qenë të befasuar se vërtet ka qenë numër i madh. Numër i konsiderueshëm mbi rreth 2000 fëmijë të cilët nuk kanë qenë jo të pavaksinuar me rregull, por që paraqiste problem të madh kur e shihim se disa lloj vaksinash të cilat vetëm janë dashur të mirën dhe kanë ndikim shumë të madh në shëndetin e fëmijëve, atëherë ajo vërtet ishte për lënë për të dëshiruar se duhet punu shumë më tepër në të ardhmen. Apo punohet me një angazhim të shtuar në këtë drejtim për ta zbutur situatën. Dhe me angazhimin e përgjithshëm, me planin e punës që bëm, me qendrën e mjekësisë familjare, respektivisht qendrën e vaksinimit, ne fillum ta hartojmë planin në cilat lokalitete mund të jemi prezent dhe cilat lokalitete duhet të informojnë që të vinë në qendrën e vaksinimit për marrjen e vaksinës. Pastaj përmes identifikimit të kartonave shëndetësor që posedojnë këto qendra, ne krahas asaj që kemi marrë në teren, ne kemi verifikuar dhe brenda qendrës vaksinimit se a janë dhënat e sakta nga ato që kanë ardhur nga tereni. Ndodh shpeshherë që libreza e shëndetit të fëmijëve të mos gjendet, ndodh që prindit mos jetë i gatshëm të jep gjitha informacionet të duhura për vaksinimin e fëmijëve, ndodh që hezitojnë të japin informacione, hezitojnë të vaksinojnë fëmijët, me bindje të tyre nga më të ndryshme, tu nuk po du tash monal e në atë kuptimin negativ ose pozitiv për ta, vetëm e di që kanë hezitu thjesht me pru fëmijën deri te vaksinimi, për vaksinim. Edhe kjo ka bërë që me fazën e dytë të projektit, që ka filluar me 15 januar deri me 30 mars, vetëm në komunën e Gjakovës janë dikun 385 fëmijë të vaksinuar, dhe 385 fëmijë për 2 muaj e gjys në 8 lokalitete, nëse s'gabuam, në 8 lokalitete me strukturë pak më të mëdha të popullatës, sikur të Banuna o fjala me komunitetin Romashkali, Egjiptian, sikur bie fjala lagja Kolonia, Berkoci, lagja Musa Zojmi, lagja të stacioni, fshati Skivjan, fshati Hereq, disa lokalitete tjera, ku ne jemi mundu që pak a shumë të grumbullojmë në një mas të caktuar që të vinë edhe të kryjnë këto vaksinime. Unë prapë shfrytëzoj rastin përmes këtij emisioni që mos na presin neve të shkojmë të dërgojmë ftesa, sepse është shumë e thjeshtë procesi i vaksinimit, është shumë i thjeshtë. Vetëm duhet të paraqiten në qendrave mjekësisë familjare që janë në teren, për shembull bie fjala fshatrat Palabardh, Vranosh, Novosel, Sopot, Bec, gjithë mund të shkojnë te qendra e vaksinimit në Bec dhe ta diskutojnë, nëse nuk do ta ofrojnë kjo qendër vaksinimit, atëherë ata menjëherë do të orientojnë për Gjakova dhe për fatin e mirë posedojnë me vaksina, edhe këto vaksina dedikohen sëmundjeve cilat janë sëmundje që s'kan të bëjnë me virusin Covid ose anti-Covid, po kanë të bëjnë me ato të cilat ne i kalojmë përgjatë jetës dhe në masë të madhe e mbrojnë kundrejt fruthit, kundrejt hepatitit, kundrejt poliomielitit, kundrejt sëmundjeve virale të ndryshme, varicellës të ndryshme, të cilat thash mas mirë do t'i tregon, po gjitha këto informacione kanë shumë të gatshme t'i marrin edhe pranë qendrës mjekësisë familjare, sepse këto janë informacione që duhen çdo prindi. Dhe
do t'i kisha inkurajuar që të shkojnë dhe t'i marrin thjesht ata kryejnë vaksinimin me arsyeën se vërtet kanë ndikim negativ të fëmijët nëse ata nuk i marrin. Kur jemi tek ndikimet negative, Berat, me qenë se ne tashmë po ballafaqohemi edhe me pandemin COVID-19 dhe në treg tashmë është lansuar dhe vakcinimi kundër këtij virusi, a ka pas hezitime nga prindërit që t'i vakcinojnë fëmijët për shkak se ndoshta kishin informacione që po bëhet vakcina COVID e nuk po bëhet vakcina e kalendarit të rregullt? Po, ka qarkullu një lloj tillë informacionit, po ne nuk e kemi vërejtë në atë masën e madhe, të paktën nuk na është shpreh neve, nuk na është thonë drejt për zreti, që ne nuk e japim për këtë arsye, thjesht ka qenë unë më tepër kom ardhur në përfundim e neglizhencë e prindit edhe mos vëmendje e shtu e duhur për vaksinimin e fëmijës vet, sepse nuk është në gjendje të konceptoj pasojat e mos vaksinimit. Unë thash prapë nuk du ta marr prej motin e stafit profesional në këtë drejtim, sepse ata do flasin mas miri, po një gjë a di që vaksina jepet në gjithë botën, vaksinën edhe kundërshtojnë për botë, ka shtete që kundërshtojnë, po flas popullata të ndryshme të shteteve të ndryshme, por që deri më sot njerëzit që të kanë pranuar kanë dëshmu rezultate pozitive në aspektin shëndetësor. Pasojat cilat mund dalin edhe cilat mund t'i ketë, mas miri është të diskutojnë me vetë të personelin mjekësor, por që mos i bindën se 95% mbi informacionin do ta marrin pozitiv. Nuk ka hezitim në këtë drejtim. Fundja jemi qenë gjalla edhe do të ballafaqohemi gjithmonë me rreziqe që vijnë qoftë nga faktori fizik, qoftë nga faktori ambiental, dhe kjo na bën që neve të paktën çka mund të bëjmë, sikur e theksojnë shpeshherë personeli shëndetësor, ne vetëm jemi duke u mbrojt. Asgjë s'jemi të bëjë mbi ato çfarë natyra apo çfarë natyra na ka dhënë si dhunti të qenieve të gjalla. Kur jemi tek profesionistët shëndetësor. Në fakt edhe këtu marrim guximin që të qëndrojmë brapa kauzës, sepse nuk është e lehtë edhe për ne si organizata, partnerët të UNICEF-it këtë rast, po edhe shumë donatorëve tjerë që pretendojnë të ndihmojnë familjeve në nevojë. Ne jemi të bindur në këtë kauzë se vërtet përmes vaksinimit e garantojmë suksesin edhe shëndetin e fëmijëve. Kur jemi tek profesionistët shëndetësor, përgjatë kësaj kampanje, UNICEF-i ka përfshi edhe ekspert të fushës. Ta ndjekim se çfarë ka thënë njëri nga profesionistët e fushës në lidhje me rëndësinë e imunizimit dhe pastaj rikthehemi përsëri në studio. Duhet ta kemi parasysh të nderuarit prindër që është obligimi juaj të siguroni që fëmijët tuaj të vaksinohen jo vetëm me kohë kur është vaksinimi i parë, por të kenë vaksinimin e plot sipas atyre orareve të cilat do t'i gjeni sa herë të jeni në praninë e punëtorëve shëndetësor. Imunizimi i fëmijëve është njëra prej metodave më të sigurta nga mbrojtja e fëmijës prej smundjeve të ndryshme në gjithë kryesisht. Thuhet se imunizimi është një prej zbulimeve më të rëndësishme të njerëzimit, me të cilin me mija fëmijë mbrohen dhe shpëtojnë jo vetëm shëndetin e tyre, por edhe jetën e tyre. Prandaj jemi të sigurt që nëse vaksinohen fëmijët dhe posaçërisht nëse vaksinohen komplet me të gjitha vaksinat e parapara, do ta siguroni rritjen e fëmijëve të shëndosh, rritjen e fëmijëve që do të përparojnë si fizikisht, ashtu edhe mentalisht, dhe do të arrijnë atë çka prindi ja dëshiron fëmijët, çka të gjithë i dëshirojnë fëmijëve të pamarrë parasysh të kujt janë ata. Duke vaksinuar fëmin, nuk kuptojmë vetëm që ta mbrojmë atë fëmijë, por ta mbrojmë tërë komunitetin. Nëse se të gjithë vaksinohen, nuk ka asnjë fëmijë rrezik prej smundjeve të ngjitse. Prandaj të kemi kujdes që të përmbushim atë obligimin i cili është obligim ndër obligimet më të këndshme, gjithsesi obligimi i mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së fëmijës, që është pasuria jonë më e madhe për çdo kënd që është gjallë.
E ndjekëm dhe profesionistin e fushës, doktorin Mazlon Belegu, që ka ofruar edhe një mesazh për të gjithë audiencën në lidhje mbi rëndësinë e vaksinimit. Të ndalemi pak edhe tek dokumentacioni ndoshta që punon edhe që planifikon në lidhje me këto aksione. Ne për shembull në komunën e Gjakovës dhe në nivel qendror kemi strategjinë për integrimin e komuniteteve roma shkali egjiptian dhe planin lokal të veprimit, me qenë se ky emisioni joni ka të bëj edhe me avokimin mbi zbatimin apo mos zbatimin e këtyre dokumenteve. Me qenë se ju bërat përveç kësaj fushës e imunizimit keni qenë edhe në grupe punuese për hartimin e këtyre dokumenteve. Sa këto dokumente i parashohin apo i ngërthejnë brenda vete pikërisht rëndësinë e shëndetit dhe rëndësinë e imunizimit? Realisht, strategjia për integrimin e komuniteteve roma shkali egjiptian, qoftë në nivelin qendror e përgjithshme, do të thotë edhe qoftë këto që ne hartu në nivelin lokal në formën e planit të veprimit lokal, qoftë edhe ajo që ka të bëjë me e fundit bashkëpunimin ndërsektorial që e kemi bërë bashku në partneritet me organizatën gjermane, GIZ dhe institucionet vendore, që 3 dokumentet i referohen çdo gjë që ka të bëjë me mirëqenien e komunitetit dhe lehtësimin e procedurave apo aktiviteteve të cilat çojnë apo shpinë drejt përmirësimit situatës në komunitet. Ne flasim për shpeshherë edhe për aktivitetet që ndodhin me pjesëtarët e komunitetit që kemi në Kosovë, po mos harrojmë se një pjesë e madhe e tyre nuk gjenden jashtë po flas Kosovës, si në formë të emigracionit, që tu fillu nga Malezi deri te ato të shtetet e Evropës, dhe kjo bën që sfidat nuk janë vetëm ato të cilat ne atakojmë çdo ditë këtu, po janë edhe ato të cilat duhet të jemi të gatshëm të presim, pasi që herdo kur si bashkëqytetarë tonë ata do të kthehen dhe ne duhet të jemi të gatshëm ballafaqohemi qoftë në aspektin edukativ të fëmijëve të tyre, qoftë në aspektin shëndetësor dhe mirëqenien sociale, sepse vijnë nga shtete të cilat nuk po them që gjitha ndoshta e kanë garantuar mirëqenien sociale, por mbi të gjitha vetë fakti kur ata ndryshojnë vendbanim, paraqiten sfida të cilat bëjnë që mungesa e edukimit, po për shembull me që edhe në atë fushë vazhdojnë punojnë në vazhdimsi për një fëmijë i cili humb 6 muaj shkollim, dihet pasojat të cilat mund të ketë deri në reintegrimin apo rikthimin e tij në shkollë. Janë marrë mosa në këtë drejtim, po mendoj që duhet të jenë aktivitete me intensitet të shtuar në këtë drejtim, pasi që ende ka problematika me të cilat ne atakojmë në komunitet dhe të cilat kanë pasojat më vonshme për këta fëmijë në gjitha këto aspektet. Kur jemi të plani veprimit lokal tash, fusha shëndetësisë është atakuar edhe aspekti vaksinimit për fëmijë, nuk po nalëm gjitha detajet, po institucioni komunal zakonisht ju jep përkroje, po flas përmes zyrës komunale për komunitete, aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë me kampanja dhe ngritjet vetdijes, së fundi edhe ajo është kompetencë, nështë mund të them e shtuar e jona deri në një mos. Roli, po shka mund të bëjmë na duke shfrytzuar planin e veprimit lokal për integrim të komuniteteve, ne mund të bëjmë shtytje dhe partneritet me drejtorinë për shëndetësi që ta përmirësojmë situatën në komunitet. A është ndodh kjo bëra? Me statistikat që i kemi, unë po i referon në situatës së dopt, apo më mirë thëmë situatë e cila lën për të dëshiruar se duhet punu shumë. A është duke punu komuna, edhe me punën e vet i kam rri veç këto rezultate, kjo metet nështë ta kemi tjetër edhe drejtoreshën e shëndetësisë, edhe institucionet cilat ofrojnë shërbime drejt për drejta, sepse ata i kanë statistikat e gatshme që mund të na thonë nga kjo periudhë dhe në këtë periudhë. Unë flas me ato që shohim në teren, dhe gjendja në teren është alarmante. Nëse dënë më ta thonë ta shtroq, sepse nuk është në pyetje një vaksinim, është në pyetje më shumë, prapa vaksinës qëndron prindi, qëndron fëmia, qëndron mirëqenia sociale, edukimi, qëndron aspekti i zhvillimit ekonomik. Vaksina vjen si aktivitet apo pjesë e gjitha gjitha komponenteve tjera, cilat e përmirësojnë jetën e individit. Prandaj ne nuk mund të themi se është problemi me vaksina se gjëra tjera në rregull. Përkundrazi,
problemi shkak pasoj, në delë se mos vaksinimi, ka edhe disa ngese tjera paraproke. Berat, me qenë se jemi vetëm në fund të minutazhës së emisionit ton, për fond cili është mesazhi juaj apo cili është këshilla juaj për gjithë shikuesit e emisionit ton për tematikën që ka të bëjë me birëndësinë e vakcinimit, pse duhet me u vakcinu me rregull një fëmijë? Vazhdoj ta mbështes këtë kauzë, duke unë jam shumë i bindur personalisht, sepse kom po rëndësinë e vaksinimit edhe kom po efektin e vaksinimit të fillu nga familja e deri të shoqënia me të cilët bashkëjetoj. E dyta do ta shfrytëzoj moton që e ke në duksin ton emra, 6 vitet e para nisën bora, sepse ashtu fillum edhe emisionin. Është e vërtetë se këto 6 vitet e para duhet ta kenë kujdesin e veçantë ndaj fëmijës, në gjitha ato shka e diskutuar për gjatë emisionit, dhe mund t'i garantoj pjesëtarëve të komunitetit që do të mundohemi të jemi në vazhdimsi o afër tyre për t'i trajtuar çdo çështje që ka të bënë me përmirësimin e jetës tyre, në veçantë shëndetit, edukimit dhe mirëqenies sociale, duke nis nga 3 komponente kryesore të cilat ne si organizat arrim t'i ofrojmë kudo që veprojmë. Për atë kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit dhe ju uroj shumë sukses emra. Të dashur shikues, trajtuam një tematikë të rëndësishëm që ka të bëjë mbi rëndësinë e imunizimit tek fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në komunën tonë të Gjakovës, mirë po në gjithë territorin e Republikës Kosovës, dhe marrë parasysh që debati është trajtuar në gjuhën shqipe, ne tashmë do ta bëjmë dhe një përmbledhje edhe në gjuhën rome. Vaksinat janë preparate që mbrojnë kundër sëmundjeve ngjitëse. Është shumë e rëndësishme vaksinimi, sepse të vaksinosh do të thotë të prevenosh. Vaksinimi është i obliguar me ligj, me vaksinim bie gjatë historisë janë reduktu apo dhe janë zhdu në përgjithësi shumë sëmundje. Të vaksinosh është të kesh një shëndet të mirë. Vaksinojmë gjithë popullatën, të gjithë komunitetin, pavarësisht të çfarë komuniteti është. Gjashtë vitet e para nisën bashkë. Pak kvalifikavni emisjako gjithi petu mënca, avdivjani rami emisjako, tretrinja mjek mahatni tema vash opuqipe e saslari pasko, ko haricune komunitetja Roma shkallinja Egjipçania. Sar kaj diklen, taj shungen, anorami emisjako, tretrinjam o puqipe vasho mahatnipe e vakcini pasko, ko qavore e Romania shkallunët e Egjipçania komunitetjengo ani Kosova. Kote Musafiria në studio sa amenorajo Berat Thaci, kota organizacija Bethany Christian Services, jek organizacija kaj dinga jek baro piko do ipe vash o vakcinipe po vakti e haricine komunitetjengo Roma shkallinja taj Egjipçania. Numai dingje dilevi budri mesazhe vash o mahatnipe vakcini pasko, vash se bepi kaj tuj fokusina ano ramje raportjengo kola ke ikisle kotar o internacionalune organizacije vash o saslaripe e qavorengo Roma shkallinja Egjipçania, jek fokusi si amen ano rami e raportesko mix shov, kaj ano rami raportesko iklol kaj eftavar de shtajtrin poshëll e qavorengo kotaro albajuno komuniteti sito i vakcinipe po vakti. Numai kana fokusina o raporti ko ka haricine komunitetja i klol kaj 38 poshëll e qavorengo kotaro Romano ashkalluno Egjipçano komuniteti sito vakcinipe sar vakerol o plani e vakcini pasko. Numai akalea vi o UNICEF ani Kosova kerja jek bari kampanja vash o mahatnipe vakcini pasko, kaj si o moto shov anglune bërsha shërdel o shukaripa. Taj akale motoja amen vi adive emisja tretëringjam vash o mahatnipe vakcini pasko, numai gëndinav kaj ulatilen qalarda mensa numai karav tumen pakvale dadalarja kaj te vakcininen tumare qavore po vakti, taj te respektinen o kalendari e vakcini pasko kaj dingjol kotar o institucije e saslari pasko.
Akava emisja sa në ramje projektës ko objekti for your municipality vaj kërgjo aktivi vashtiri diz, projekti ko vasito implementime kota reorganizacija Roma in Action e piko do IPA kota reorganizacija Danish Refugee Council kota ri Prishtina. Numai amenara kliva në javër një emisja gjivdi petu menca, gjipe amaru javër në tërmino, la qirat taj ove nisaste.